E vërteta nuk është krim, heshtja po. Mos u lodhni të shkruani të vërtetën. Mos keni frikë nga mesazhet anonime. Mos u trembni nga komentet fyese, nga ushtrit virtuale të partive, nga luanët e tastierës që din vetëm të shajnë, jo të argumentojnë, sepse e vërteta nuk është krim. Krim është heshtja. Në një shoqëri ku politika ka uzurpuar çdo hapësirë publike, fjala e lirë është kthyer në kërcënim. Kush kritikon qeverinë quhet armik. Kush kritikon opozitën quhet i shitur. Kush kritikon të dyja shpallet i rrezikshëm. Dhe pikërisht këta të fundit janë ata që duhen dëgjuar. Media, gazetarët, qytetarët aktiv nuk janë zëvënës partie. Nuk janë as mburoj pushteti, as paterit së opozite. Ata janë, ose duhet të jenë zëri i qytetarëve. Dhe qytetari sot është i lodhur, i mashtruar dhe i përdorur. Qeveria kërkon durim. Opozita kërkon pushtet. Qytetari kërkon jetë dinjitoze. Por në këtë ekuacion qytetari është gjithmonë i fundit. Debati publik është degraduar në tifozët. Nuk diskutohet më për politika publike, për ekonomi, për drejtësi, për shëndetësi, për arsim. Diskutohet vetëm kushje dhe jo çfarë thua. Ky është fundi i mendimit kritik dhe fillimi i verbërisë politike. E vërteta është e thjeshtë dhe e dhimbshme. Parti politike sapo marrin pushtetin funksionojnë sipas të njëjtës logjik, secili për vete dhe Zoti për të gjithë. Premtimet harrohen, përgjegjësia shpërndahet, fajin e merr gjithmonë tjetri, ndërsa qytetari paguan faturën. Prandaj qytetar mjaft ndoshët politikat e partive si tifoz. Mendoni për veten. Luftoni për interesin tuaj. Kërkoni llogari, jo flamuj. Kërkoni rezultate, jo fjalime. Demokracia nuk mbahet gjallë nga militantët, por nga qytetarët kritik. Nga ata që nuk friksohen, nuk shantazhohen, nuk blihen me propagandë. Nga ata që dinë se e drejta nuk del në dritë vet, ajo nxirret në dritë. Shkrimi së vërtetës nuk është akt armiqësor, është akt qytetar. Dhe pa të, çdo shoqëri kalbet në heshtje. Debati le të fillojë. Pa sharje, pa frikë, pa parti.